dytësore që mbeten këtu. Është e pamundur, pra u bë zëvendës kryeministre dytë. Edhe kjo ka hëngër kumlla dhe darda mbas shpine. Pra, po si ka mundësi, domethënë? Dhe zoti Ameta, dhe zonja Balluku, edhe Akshi, edhe kryetari i Bashkisë Tiranës, edhe ministra tjerë dhe deputet. Bëhet pak e vështirë për të besu kjo, apo jo? Të rreshtoj disa faktor. Thoni që ka krim, ka afera, ka skandale, mëse dakord të po i shohim të gjithë bashkë. Spaku, të gjithë këto janë kundër qeverisë. Spaku nuk di se çfarë mund të bëjë tjetër kundër Ramës në thonjza, sepse të gjithë antarët e qeverisë, cilët kanë probleme me drejtësinë, vazhdojnë të goditen e të shtohen gjatë gjithë ditës. Tani, me të gjithë këto faktor që Partia Demokratike i ka kundër Ramës, pse nuk ndjell vetë protestat të cilat të mund të arrëzojnë? Adriatik Lapaj është i vetëm. Liroi vendin, ishte vetëm që u largua, liroi vendin, por u kthye prapa atje, qëndron prapa atje. Partia Demokratike pse ikën? Pse bën një parad edhe ikën? Pse nuk ngulet aty dhe të kërkojë largimin e Edi Ramës me gjithë ndihmën e këtyre faktorëve të tjerë, skandaleve edhe spakun që e ka kundër qeverisë? Faleminderit për pyetjen. Unë ja thash pak më parë, nuk mjafton thjesht kaq. Pra nuk bëhet dot vetëm me protestë. Po çfarë do ndesë flakadan në parlament? Kjo është. Mandatet i kanë djegur. Flakadanet janë të para. Unë ja shpjegova, po e ripërsëris. Po sepse është thelbësore për njerëzit ta kuptojmë se duhet ju ndjekin aty në protestë. Kërkohet, në mendimin tim, unë nuk jam kryesi, kështu që unë s'po jap mendimin e kryesisë se nuk e përfaqësoj dot. Unë dua mendimin tuaj. Por në mendimin tim çiftohet bashkë me faktorin ndërkombëtar. Si në rastin e Bullgarisë. Pra, ndërkombëtarët ta përzon Ramën. Jo, nuk presim. Po çfarë? Protestat çiftohen, pra është një sinergji që çon aty. Nuk mund të jetë tek protestë sepse përndryshe çdo opozitë do ta bënte ato. Dikush që ulet, ja dhe unë uroj dhe kam përgëzu personalisht që ditën e parë zotin Lapaj për veprimin që bëri, se ishte veprim shumë burrnor në mendimin tim dhe s'kam asnjë ngurrim që ta them këtë. Dhe a mund të kishim bërë dhe ne më shumë? Patjetër që mund të kishim bërë më shumë, po kështu u vendos. Më thoni pak faktorin ndërkombëtar si e mendoni që duhet të ndërhyjë? Pse u vendos, është e rëndësishme që të pyeten ata që organizojnë. Unë nuk jam në organizim, se përndryshe do ju kisha dhënë përgjigje. Ne kemi dhënë propozimet tona, shumë dhe disa kryetarë degësh kanë dhënë propozimet e veta, janë dhënë propozimet të Këshillit Kombëtar. Më pas kështu është vendosur dhe duhet që grupi që vendosi ta japë shpjegimin. Mund të kishte formate tjera, po do përshkallëzohet. Mos ta kemi këtë lloj nguti me detyrim, do ndodhin gjërat. Ndërkohë, në këtë moment që ne flasim, punohet në shumë kanale. Nuk punohet në një kanal vetëm. Ka grupe të veçanta që punojnë kanale të ndryshme. Pra ka grup që punon patjetër për llojin e protestave, për si do e demonstrosh më shumë edhe ndaj faktorit ndërkombëtar, se jo e pat. Washington Times u përgjigj, Reuters u përgjigj. Pra qartësisht u vënë në duken e tyre. Jehona e protestës ishte në gjithë mediat ndërkombëtare. Pra, jemi shumë qartë, ky ishte një element. Një element i dytë është linja diplomatike. Pastaj këtu është grupi. Si e percepton këtë pjesën e diplomacisë? Edhe këtu do jetë grupi diplomatik i cili flet dhe mënyrat se ku shkon, po mos presim neve që diplomacia hecen me ritmet që duam ne. Diplomacia na tha neve, na tha OSBE Odiri, zgjedhjet ishin pa barabarta dhe këtu kemi një parti shtet. Këshilli i Evropës na tha, gjithashtu rekomandimi ishte të ndahet partia nga shteti. Departamenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk ka dhënë një urim sepse thot shumë qartë që zoti Trump ka dhënë urdhër që nëse Departamenti i Shtetit nuk ka uruar për shkak se është i qartë dhe ka thënë zoti Trump ka dhënë urdhër të mos urohen zgjedhjet pa barabarta dhe raporti OSBE Odirit thotë që është e pa barabartë. Pra, ja ku ka një sër rezolutash ndërkombëtare që mbështesin Partinë Demokratike në luftën e saj në këtë vend. Pra, janë një sër mbështetësh në ngritje dhe mos prisni që kjo të ndodhë brenda ditës. Nuk thotë kjo dhe ka gjuhën e vet, ka gjuhë diplomatike. Por keni bindur që kur të ndodhin, nuk kanë qenë të 12 vite njëjtë si ky vit. Jemi shumë qartë. Nuk kanë qenë si ky vit. Ky vit është se zjarre flakja ka nuk e vënë monotomët. Ja ju a shpjegoj unë shumë qartë. Pse nuk është i njëjti vit. Në radhë parë po shohim qartësisht tashmë figurat kyçe ngjitur me kryeministrin, të cilët janë në prag arresti dhe dënimi. Jo, nuk e ke pasur. Po, u larguaj. Njëri element. I dyti element ke një ndryshim linje dhe një përshpejtim xhirosh dhe nga ana e Spakut. Sepse kjo është në sy të gjithëve. Pra këto janë afera shumë gjata, janë aty prej shumë vitesh. Dhe mos gabojmë, ekspertët juristë dhanë dhe arsyetimin pse ndodhi pikërisht tashti rasti Balluku. Ndodhi sepse për një muaj parashkruhej. Pra shumë qartë u la deri në mandat fundit dhe këtu vepru.
në moment të fundit, apo jo, që do të thotë mund të ishte shfrytzuar